Përshëndetje nderuar teleshikues. Sot kemi një protestë në orën 12, thënë që do vazhdojë policia ka dhënë leje deri në orën 4. Kemi një mobilizim të përgjithshëm të Partisë Demokratike, kemi mobilizime të disa partive opozitare, por ka dhe partitë pa kënaqura. Unë kam ftuar në studio për të diskutuar këtë problem dhe problemet e tjera se si do të shkojë kjo protestë. Dy protagonistë të kësaj proteste, të cilët do të marrin pjesë në protestë sot, zotin Tasim Mehmeta nga Alianca Kujtëzi, mëse merr në studio, dhe zotin Kujtim Gjuzi, një nga konservatorët më tradicional të Shqipërisë, i cili është dhe kryetari i Partisë Konservatorëve dhe që do marrë pjesë në protestë. Pa filloj me zotin Tasim, zoti Krishnik Spahiu ishte gati pothuajse pas Lulzim Bashës si njeriu i dytë që ka thënë do ikë i fundit nga protesta pavarësisht se ajo kur do mbarojë. Nëse të më lejosh të bëj një urim për vëllezërit e Kosovës për nëntëvjetorin e çlirimit. Ishte dje, nëntëvjetori e kishim kosovare, ne kemi mbyllë si ka. Po, thjesht duke qenë si Kujtëzi, edhe një korsisht një djalë nga Çamëria. Kemi mbyllë Kujtëzit se çoi Edi Rama lulet e varri Ibrahimit. Tani do vicon Mazxhiti. Vazhdojmë në pjesën e pyetjes. Tani neve vërtet është e vërtet kjo që ne jemi numri 2 pranë Partisë Demokratike, sepse edhe ata që na kanë afruar në Partisë Demokratike. Po se nuk ka frymë proteste Falmir Mediu dhe u takon. Jo që s'ka frymë proteste, por njëkohësisht edhe deputetët ai ngeli vetëm tani në kuptimin këta ishin disa deputetë, domethënë kukulla, nuk se ishin të manipuluar, pak nuk do him në debate se qysh tek, por kjo kështu ka ndizur. Këto partitë që kanë qenë sot grup parlamentar si Falmir Mediu, ndoshta edhe Partia Çamet, edhe një moment që çdo gjë ka një fillim, ka një fund. Ndaj dhe Partia Demokratike, lideri Lulzim Basha e ka afruar këtë djalë të mbështeti, Krishnik Spahiu nga Alianca Kujtëzi, sepse e ka parë ky njeri që ka një frymë dhe pjesa tjetër është një djalë i ndershëm dhe rreth tij ka njerëz të ndershëm të cilët janë sakrifikojnë, e duan këtë vend, e duan këtë komb, kështu që ndaj dhe neve po punojmë fuqishëm atë, i kemi dhënë një besë Partisë Demokratike, këtë besë ne jemi duke e parë gjatë rrugës së Doesni. Por sot ju do jeni në protestë të protagonistë. Zoti Kujtim, juve nuk u pas në takimin me zotin Lulzim Basha, ju kanë ngel qefi apo si ishte vërtet? Shiko, shqiptarët kanë një shprehje shumë elegante, domethënë. Miq të ri ti zesh, të vjetrit s'duhet t'i harrosh. Unë se fuz veten këtë vjetrit se jam i ri kështu edhe në moshë, domethënë jam mirë domethënë. Në atë moshën mesatare të burrave tamam. Por edhe mu normalisht nuk më erdhi mirë se unë nuk e di tani në protestën e sotme që kam ngritur gjithë Partinë Konservatore në gjithë Shqipërinë që të vinë. Pra më the që do vinë nga Korça. Po nga Korça me autobuse, nga Kuksi, gjithandej kam folur me zotin Bosdo në lidhje me organizimin e kësaj pune, si do të bëhet, çysh do të bëhet e të gjitha. Dhe në fund fare 5 së bashku me Bashën 6 marrin një vendim. Fakt, numri 6 teknikisht ndoshta është komisioni grevës. Ose komisioni protestë. Numri 6 teknikisht nuk është një numër që jep ndaj, është numri shejtanit ndonjëherë. Edhe tani protestat policia thotë do të jetë 4 orë. Zoti Basha del atje thotë protestën e kanë dorë qytetarët. Tani më thuhet ti mu Partia Konservatore çfarë informacioni ka? Nuk e ka informacionin aktual. Po se kam informacionin, se duhej atje të ishte tavolina siç ishte me 24 parti politike. Nëse nuk e bën këtë, atëherë fillon ka një lloj stepje. Kur stepe mund si është puna pastaj. Megjithatë, unë do të jem pjesëmarrës aktiv, absolutisht, në protestë për të respektuar atë që thotë shteti ligjor. Do të vazhdoj protesta apo do? Unë dua që të vazhdoj protesta pa limit, duhet miratimi i të gjithë partive politike që kanë marrë atë vendim në konsulencën e parë, jo të djeshme. Cilat janë arsyet që çojnë ty në protestë? Arsyet që më çojnë mua në protestë sot janë qeverisja e dobët e Edi Ramës, 1, premtimet e shumta të pambajtura 2, shkatrimi i vlerave historike të Tiranës, duke filluar që nga stadiumi, sheshi qendror dhe shumë gjëra të tjera, domethënë që më bëjnë që të jem protestë sot. Të gjithë këto komponentë janë mbledhur që unë të jem protestë. Ka njerëz që thonë, po pse protesta 3 muaj para zgjedhjeve? Edhe unë jam bashkuar me këtë. Në fakt, protesta për mua është një mjet demokratik që sa herë ka defekt, qeveria ti duhet dalësh. Ran avion të drogës, duhet të dalë në shesh kundër drogës. U vodhën bankat, dilën në shesh kundër hajdutëve, që u kapën ja 3 vjet mbrapa. Ja, zoti Tasim, cilat janë arsyet sipas ju, se ju zakonisht jeni kapur të çështje kombëtare, keni provuar që dini të bëni aksion politik, duke vendosur edhe drynin Erion Velis në Ministrinë e Jashtme, kur erdhi ministri i Jashtëm grek, keni një reagim shumë të fortë, por edhe për çdo çështje tjetër. Cilat janë arsyet që çojnë Aleancën Kujtëzi në këtë protestë? Arsyet e Aleancës Kujtëzi janë të fuqishme dhe populli na beson. Dhe arsyet janë këto. Në mënyrë se si
është ka nisur ky vend, ky parlament, kjo qeveri me këta njerëz që i thonë vetë, bëjnë teatr vetë, nuk është sepse ne po gërmojmë ndaj për të se kush është XY. Këta po i thonë vetë në format e tyre. Kështu që këtu çdo gjë ka mbaruar. Aleanca Përgjithësi ka misionin sa të vështirë dhe fisnik, të cilin neve nuk ka kthim mbrapa ne personë shqiptarët, ndoshta me pak vonesë, po do vinë tek neve. Ne jemi kundra drogës, ne jemi kundra papullësisë, ne jemi kundra, domethënë që flasi për shëndetësi dhe në një vend të ti nuk vdesi se muri e bjen me barela. Njëkohësisht flasi për biznesin e vogël, për biznesin e madh që po vend taksidarët e këta hiqen sikur janë pronar të këtij vendi. Megjithëse te mjekësia, unë sot isha me kirurgun më të mirë të qesutës dhe ai më tha, më qelloi tha që isha në Maqedoni, tha, në një seminar me zonjën Vokshi, por të gjithë ato që thot zonja Vokshi tha, qëndrojnë, po më vinte shumë inat që ajo kishte drejt për ato që thoshte. Ti si mendon? Bedo, unë tani këta bëjnë teatr, unë nuk e pëlqej teatrin. Këta bëjnë teatr, edhe këtë po e mbajnë me këtë teatr, po e mbajnë popullin zvarr. Ndaj dhe unë jam bashkuar Aleanca Përgjithësi, ndaj jam bashkuar këtyre njerëzve të ndershëm, këtyre njerëzve patriot, që ti shikosh një pjesë e mirë e këtyre nuk kanë bukë, bëjnë llogari me bukën që kanë në shtëpi, e ti shikosh frymën e tyre patriotike që kanë, ndjeshmërinë që kanë për shqiptarët, për kombin, për njerëzit, nëse ata bëjnë teatr, kanë pastruar në mënyrë makabre, kanë shfrytëzuar këtë popull si higjena. Ne nuk o t'i lëmë këta, këtyre u ka ardhur fundi tani Bejdo, ndaj dhe ne po punoj fuqishëm, ndaj dhe Aleanca Përgjithësi kur mori po ta shikosh ti që një nga zërat që u bën të thirrje njerëzve ishte Endira Bushati, se thosh kështu, një njeri që po ti bëhet vetink është e kapur fund e krye, sepse pas dhe dije. Shkojnë mirë gjëra në Partinë Demokratike si mas Jo, ju përmendet emrin e një zonje, si rregull unë nuk i godas zonjat, kollaj jam i kujdesshëm me to, po në lidhje me këtë, normalisht që ka pas ajo probleme. Edhe këtu ku jemi në studio tuaj ka pas probleme me një televizion djathtë. Jo, me të gjithë televizionet. Me një televizion djathtë. Unë kam qef të mbetemi djathtës dhe unë atë duhet. Tani, them unë për çështjen e të majtës e mendësisë majt, ajo është një periudhë, domethënë, gjakatare, nuk duhet të flas për atë. Unë kam pas të javën, shumë të Partisë Demokratike të cilët i kam lejuar. Ky është edhe defekti që ka ndonjëherë Partia Demokratike. Ky është defekti. Po pse mos ishte Kujtim Gjuzi në kratë Lulzim Bashet, po të ishte Endira Bushati? Po tani ka zgjedhur, ndoshta e tham atë çështja e miqve të ri edhe miqve të vjetër që s'duhen harruar, drejta Lulzim Bashës ajo, po është edhe drejta ime pastaj të marr një qendrim akademik kështu, qytetar shumë. Edhe ditë se si të marr Tirana, kur tashu të nxjerr punë Tirana, se s'do të Zoti tash pse nuk zgjodhi 20 shkurtin zoti Lulzim Basha për të bërë atë protestën, sepse përkonte kishte edhe një kaos, kishte edhe një ashtu, sepse pas se kemi ditën e rrëzimit të busit të Rogjës. E dua për të dy këtë, një koment të shkurtër. Ky është mendimi im personal, mos i ngatroj me pjesën ku unë Aleanca Përgjithësi jam. Ai lider Lulzim Basha dhe njëkohësisht këta njerëz të rinj ka afruar, ai kërkon të krijojë një kaos të re. Ndaj ai po fillon me datat, ndoshta mund të ketë një dëshmor, siç pati Edi Rama për shembull që i harroi dëshmorët e tij ose një tjetër të krijojë dëshmorët e tij në dëshmorët. Janë disa arsye këtu plot që ti ndoshta ta përcolla në mënyrë diplomatike mesazhin. Shiko, në lidhje me 20 shkurtin ka dy gjasa domethënë. Njëra është që sot është e shtunë dhe njerëzit janë paksa më pushime. Normalisht kur janë më pushim janë më pranë protestës. Nuk cënon punën. Pra Basha është njëri që ka dëshirë të punojë domethënë. Nuk do t'i bllokojë njerëzit në ditën e hënë. Por këtu unë do të sjell në vëmendje 20 shkurtin e vitit 1991 kur ka rënë Busti. Në ato moment. Ju jeni dhe një nga personat që... Jo, nuk jam unë personin që e kam hedhur atë, është vlla im normalisht, por aty është zoti Merkoxhi i cili ka vënë atje sipër dhe mban një simbol të rrëzimit asaj gjëje domethënë. Dhe këta njerëz ndonjëherë lihen paksa më një anë dhe ky është defekt që nuk duhet të ndodhë. Defekti organizatorëve poshtë Bashës. Unë jam i prirur që të këshilloj, nuk jam i prirur të bëj kritika se s'vi nga një familje e kuqe domethënë. E kam tjetër ide në gjakun e këtë kam ide të atij gjakut blu se për ne edhe ndonjëherë debatojmë fort së bashku në lidhje me kur them në gjë për monarkinë ose ndonjë gjë tjetër, por pa u larguar. Ka qenë një moment që jemi ndodhur përballë 700 oficerëve të armatosur në Ministrinë e Mbrojtjes, kur diktatori i fundit komunist i këtij vendi, Alia, erdhi atje dhe ata ishin bërë gati sa të hynte Alia brenda do ta vrisin se po i trajtonte kauzën. Edhe njëri nga personazhet atje tha ti vrasim të gjithë ata që janë në shesh.
Qellova afër atij dhe unë në fakt kisha vllajën aty te sheshi. Qellova se isha me këto bashkimet profesionale, që e thonë që kishin zgjedh, ata që ishin kundërshtar, i zgjidhin në herë që thoshin hajde na thuaj se është puna. E thash atij këtu vrasësh ti more, se ti je nga Pogradeci, thash, po e diti që unë vi bëj pushimet në herë në Pogradec? Ë? Mu të vrasësh ti? Po i bie të vrash vllajën, aty është dhe vllai jot. Dhe u qua një s'do të harroj kurrë, një vlonjat, trimaj. Nuro Brati, inxhinier ishte. I tha, shiko, kam 2 djem, i tha. Ramizalis, kam 2 djem, i tha Nuro Brati. Njëri tha është me demokratët, ai më i riu, tha, ai më i vogli. Kurse ky i madhi tha është me mua, tha. Përgjigja e diktatorit ishte, po ti kur smerresh vesh me djemtë tu, i tha, si do merrem vesh unë me gjithë këtë popull, po ne tha, duhet jemi të kujdesshëm edhe qartë. Në atë moment i bëra një ndërhyrje. I thash mos vrit njeri, se nëse vret njeri ti e ke një djalë. Dhe shqiptarët nuk ta falin kollaj. Policia e Tiranës ka hapur shumë llafe që jo do ketë kështu, jo do ketë molotov, jo do ketë kështu, por kemi dhe një deklaratë të liderit Basha, zoti Tasim, e cila shumë e kujdesshme, thotë ne do të bëjmë protestë brenda të gjithë normave, por edhe po hym në çadra atje, do hym sipas ligjeve shqiptare, pa cënuar askënd. Ti si e ke mendimin? Ne do të respektojmë. Do ju i keni marrë udhëzimet? Po, ne kemi strategjinë tonë ti bëjto brenda koalicionit, por në një moment që ndoshta Lulzim Basha dhe njerëzit i lodhen, sepse ndoshta janë pasuruar dhe shumë ata do mund të lodhen, nuk rezistojnë dot. Lideri jonë e tha, ne do ikim të fundit. Pra ju keni vendosur të gjithë ju absolutisht, që i përshëndes ata të Alancës Kuqezi janë mbledhur te Selia jon tani aty kërkoj falje për vonesën, sepse më kërkojnë. Ashtu, kërkoj falje për deri jam këtu sepse edhe kjo është një punë që po bëj. Ne nuk shkëputemi. Dhe pa na hyrë vetja në qef në Alancë Kuqezi, po e them me shumë modesti dhe me shumë transparencë që këtë qeveri do ta lërzoj Alanca Kuqezi. Dhe mos u të rikitemi atyre çunave të rinj të Alancës Kuqezi. O ta rrëzojmë, nuk është punë e meritës. Jemi këmbgulës bejdo. Nuk i zgënjejmë këta njerëz të Alancës Kuqezine, këta hallexhit që besojnë fort, që nuk e lëshojnë Shqipërinë për të ikur. Se këta kastile e bëjnë, që të ikin ky popull, ta ratisë të iki, ta lënë të vend. Jemi shumë të qartë. Ne nuk të rriqemi. Kështu që qeverinë neve nuk ndajemi te protestat, ajo si do mund të vazhdojmë tutje, loja do vazhdoj, loja politike do vazhdoj. Ju keni vendosur. Janë dhe 100 të rinj të Partisë Demokratike, sipas ne kisha një intervistë zotin Belim Fillëçi, më tha që janë gati. Unë i thash dhe sikur 20 të hyjnë nga PD-ja, 10 nga Alancë Kuqezi dhe 10 nga konservatorët, do të jetë mjaftueshme që të mbushen çadrat. Ti si mendon? Ne ja kemi thënë kryetarit të opozitës, kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha në tavolinë, që ne jemi të gatshëm të realizojmë aty një grevë. Do shikojmë atë kujtim, Gjuzi i cili rezistoi asaj terrorit policor, lidhi Enverin me kapo për qafe dhe troqin për problema. Po patjetër, jo vetëm aq, po ju e patë edhe plerat se çfarë i bëm kryekuvendarit atje. Tam dil nga parlamenti tani mos e votojnë atë ligjin dhe iku ligji i plerave. Po qartë. Tani ne do të bëjmë të pamundur që të shkojmë me një qeveri tjetër duke shtyrë zgjedhjet, se nëse shkojmë kështu në zgjedhjet janë manipuluar dhe këtu pastaj mund të ketë një proces më të rënd akoma. Unë mendoj që i intereson dhe kryeministit mos bëj sherrë dhe duket që ai ka marrë mesazhin se çdo ditë e njëjtë tani në parlament ka vendosur që të mos jetë më në parlament, që të mos sjellë kështu eksese. Pra, nuk është vetëm se do të shkonte siç kurse isha dhe unë dje në Dardani për të uruar lirinë e Kosovës atje, por nuk do të vimë në parlament. Pra e ka zënë pak paniku zotrin, se ka bërë disa zullume. E kemi këshilluar në distancë edhe nga studiot tuaja që mos e bëj këtë, mos e bëj atë, mos prish fasadën e stadiumit, mos dëmto sheshin qendror, kujdes me betonet tu, kujdes me pedonalet në Vlorë, kujdes me avionet e drogës. Jo, ka thonë janë gjitha çështje mushkonjash dhe opozita mbiles në një moment caktuar e ka konsideruar mushkonjë. Unë them sot aty do të jenë, domethënë qindra mijë njerëz, të cilët nuk mund të jenë mushkonja. Në këto kushte, domethënë ne, sikurse e ka thënë zoti Spahiu dhe unë po ja them për herë të parë, nëse Spahiu sot është pranë Bashës, interlokutorin mos më let gënjetasin. Interlokutorin e kemi bërë në zyrat aty, kam thënë ti duhet të jesh njeriu pranë Partisë Demokratike, ti nuk ke nevojë me godit Partinë Demokratike. Orar pa orar. Ti je djalë i mirë, duhet të vish atje. Është pranë opozitës, zoti
Spahiu dhe unë e falenderoj për këtë, por skuadra sot e opozitës mjaft e fortë. Se më thonë shumë kështu teleshikues dhe ashtu më dërgojnë nga ajo, mos u merrni thotë më shumë me këto thotë, por të merremi thotë se si të vinë në rregull dhe të mbrinë në shesh këta. Janë marrë gjitha masat, Zoti Tasim, me sa kam parë unë shumë nga ju aktivistë e PD-s të Aleancës Kuqezie, këto janë shpërndarë për këto pikat ku policia kërkon të ndalojë autobusat, pikat kyçet hyrëse të Tiranës. Si është kjo? Është organizuar puna, nuk këtë uragan nuk e ndalon dot Bejdo. Edhe bën gabim policia që merret të pjesë sepse vetëm do ta shtojë zullumin vetes. Dhe unë nga kjo studio i bëj thirrje policisë që nuk më merr mendje të arrijnë ekstrem që t'i pengojë këta njerëz, besoj që nuk do t'i pengojë. Po si shpjegohet që shumë media janë vënë fare në dispozicion të qeverisë, madje për të larguar vëmendjen thonë jo do ndiqet penalisht Shkëlzen Berisha, Merobazia apo Report TV, djeni lajme, jo Gazeta Dita, kërkojnë të mbjellin një terror, kërkojnë të trembën njerëzit për të mos u nisur nga Korça, nga Shkodra për të ardhur në Tiranë. Të njëjtën gjë ndodhi, më falë se ndoshta sepse po bëj një krahasim ndoshta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njëjta skenar ndodhi edhe me Trumpin. E kupton dhe përfundimisht Trumpi u bë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kështu që ky është po i shtojnë zullumet vetes, kështu që kjo qeveri do bjerë, do kemi qeveri teknike, do kemi ajo qeveri teknike ose qeveri ekspertës e cila që kërkojmë ne si Aleancë Kuqezie, do futi vendin në zgjedhje, do shtihen zgjedhjet në shtatori. Për shembull, të krijohet infrastruktura zgjedhore, gjitha gjëra të kënaqet fitotarë shqiptar, të kënaqet partitë e vogla, domethënë gjithçka të veni për vende. Njëkohësisht edhe është porositë ndërkombëtarëve kjo që këtë radhë do ndahet shapi nga sheqeri Bejdo, se flas në këtë rasti popullore. Këtë radhë ndahet shapi nga sheqeri. Nuk e shtin më, nuk e mund ta mbajnë Shqipërinë në zvarr. Do sa po flas nëse Partia Demokratike ka pas njerëz të korruptuar te partia tek qeverisja sot, e kupton, ka njerëz të inkriminuar. S'mund të shtihet kjo pjesë. Kështu që dhe besimi tani si tek temi sinqert me gjëra, ndoshta nuk më lejohet të flas në ditë proteste sot. Besimi ka rënë tani tek si te PD-ja, një çik te PD-ja, shumë te PS-ja. Këto dyja mendimin tim ndoshta e kanë mbyllë sepse këto mundohen tani të si punë një pantallona që është ndruar, kaq e shumë tani që nuk i ka humbur forma që ngjyrë kanë patur në fillim fare. Kështu që ky është problemi tani, neve po ecim bukur në këtë pjesë. Si mendon ti, zoti Kujtim? Është kështu që neve duhet që patjetër të zhvillojmë një protestë shumë të kujdesshme, parën pre e provokimeve të policisë së Edi Ramës, e cila është kështu sepse edhe ata janë përgatitur për të futur. Shiko, informacioni më i fundit domethënë është që e ka mbuluar Edi Rama atë me rrjet aty që t'ia hedhin flakën vet ata dhe thon pastaj e bëri opozita. Në këto kushte unë do t'i bëj ftesë të gjithë njerëzve protestues, sidomos konservatorëve, të jenë në një protestë paqësore, të mos konfrontohen në mënyrë absolute me policinë, në mënyrë absolute të mos konfrontohen me ta. Pra juve ato absolutisht ne do patjetër kemi të jenë të kujdesshëm, të jenë në protestë paqësore. Protesta sot ka flamurin Kuqezie atje. Edi Ramës si e quan ti? Se Dorin Bazite ka ikur në Kosovë, nga gjithë. Shiko, Edi Rama për nga natyra domethënë është inteligjent. Qendrat inteligjente kryesisht janë frikacake. Kështu që unë kështu mund ta shpjegoj largimin e Edi Ramës dhe sidomos në seancën plenare. Nuk mundet që kryeministri se nga njoftimet që kemi nuk do të shkojë më në parlament deri kur të mbyllet parlamenti. Pra nuk e shef më parlamenti në urren legjislativin. Unë do t'i bëja ftesë kryeministrit që ai të ishte sot, të ishte sot në kryeministri. Ne nuk e godasim dhe nuk mund të bëjmë atë çka është bërë më 21 janar të 2011-s, pse? Të paktën për konservatorët që vinë nga 61 degët në kombinacion me Partinë Demokratike dhe degët e tyre në Borrethë, unë u bëj ftesë të jenë në mënyrë absolute paqësor, asnjë konfrontim me punonjësit e rendit, pavarësisht se çfarë mund të sjellin ato provokim. Provokimi i parë është mbulimi i asaj atje për t'i vënë flakën vetë ata për thënë që ja vuri opozita. Pra, ju mendoni kështu. Unë kam edhe një diçka Tasim. Se juve jeni nga ata që gjeni zgjidhjet për kryer. Pas sot në gazeta në këto gazetat që janë pro qeverisë, dhe që me të vërtet janë trembur, thonë që kemi frikë se do na mbylli brenda kështës për me Çelsa. Jeni përgatitur për të mbyllur brenda me Çelsa 2? Shiko, Bejdo, neve kemi dhënë prova, se s'duam që ne atë që e themi e bëjmë.
Themi e bëjmë. Sepse e bëjmë, sepse kemi zëmër... Se Qelça nuk janë dhunë, Qelça nuk janë... Absolutisht, diçka simbolike. Ne kemi strategjinë tonë në mënyrën se si protestojmë, që japi mesazhin, domethënë, edhe mishi piqet, edhe helli zdigjet. Ne punojmë, nuk punojmë për ta djegur Shqipërinë. Ne punojmë që ta stabilizojmë popullin. Zoti Gjuzi, si e shikon pjesëmarrjen sot? Absolutisht që do të jetë një pjesëmarrje masive. Tregon kjo pjesëmarrje? Pjesëmarrja tregon në një farë mënyre mos aprovimin e gjithë politikës qeverisë të kryeministrit Rama. 300.000 vende pune nuk u realizuan. Rreth 300.000 shqiptarë kanë lënë Shqipërinë dhe u larguan. Jemi në 25 vjetorin e eksodit madh. 25 vite eksod. Çfarë lloj qeverie ke kur të kanë hikë 300.000 njerëz? Është e thjeshtë fare. Nuk i ka as numrat tashmë, se e tha Ilir Meta, nuk i ka numrat 71. Ka një shans Edi Rama. Thot, ta bëjmë një qeveri, kryeministrin e ka Partia Socialiste, po jo Rama. Të shkojmë, të shtyjmë zgjedhjet. Të shtyjmë zgjedhjet, e kemi thënë këtu Beto. 4 muaj më parë kam thënë zgjedhjet do shtyhen. Nuk do shtyhen me ndonjë, po e ka presidentin në ngërç. Ilir Meta nuk ja jep votat për president, ai nuk i bën 71. Pra Ilir Meta ta kanë thënë përsëris. Tashmë ka dhe një korrelacion mjaft pozitiv. Po Ilir Meta pse të mos jetë vetë kryeministër, kështu të ketë Ferit Vasilin president dhe vetë jetë kryeministër. Shikoj, ma ke bërë dhe një këtë pyetje. Të them një gjë se ishim me zonjën e nderuar këtu në studio më përpara dhe tham, na solli në vëmendje Princ Vidin. Ka 104 vite shteti shqiptar që as kryeministër se ka të komunitet katolik, me që e deshe kështu, s'desha të thënë këtë, po të tregojmë radikal tani. 104 vite ka që se ka një kryeministër katolik, 104 vite ka që se ka një president katolik, ka 22 kryeministra muhamedan, unë jam Bektashi, dhe nuk më intereson personalisht të them këtë. Ke edhe jashtë ligjit, se Bektashi janë jashtë ligjit. Jo, s'janë jashtë ligjit, se Ahmet Zogu i ka sjell këtu në marrëveshje me... Ataturku i ka nxjerrë jashtë ligjit. I ka nxjerrë Ataturku, unë s'jam turk, as i Ataturkut, ka marrëveshje me Ahmet Zogun, me mbretërinë, me Zog i parë mbret i shqiptarëve. Kështu, pra, kemi 8, lutem, ta marroj. Kemi 8 president, jo s'është katolik, Edi Rama është ortodoks, lehet deklarimi. Monika Kryemadhi ka deklaruar jam katolike, tash si ti them, ajo Bektashia në fakt ndrojnë gjenezë. Po pse ashtu ka ndryshuar fenë edhe Keldemi dhe Mesila Doda. Të lutem. Edhe zoti Fariballi u është bërë katolik. Mesila Doda nuk e ka ndryshuar, është rikthyer në origjinë. Në rregull? Doda mbi emri është katolik. Po mos futemi në këtë fushë, se është fushë që e duan historianët, të nuk futem dot atje. Unë futem pse shteti shqiptar e mbylla. Pse po shumë mirë, po patjetër. Pse shteti shumë mirë. Po prandaj do çamrinaj, prandaj bën atë shumë mirë bën. Tani, pyetja është, 22 kryeministë shtam, 11 kryeministra ortodoks, asnjë katolik. 8 president ka shteti shqiptar, asnjë katolik, 2 ortodoks. Ka pas. Pse katolikët kështu penalizuar nipat e Gjergj Fishtës, ç'është kjo Bogdanit e të tjerëve? Pse kështu? Pjetër Bogdanit. Ju deshet Petrit Vasilin, po, unë po ju jap 2 emra të tjerë. Roland Saatçia, them unë i konservatorëve, edhe Zebushati. Po them unë 2 emra. Kush u ndaloi juve që këta të konkurrojnë? I marrin 20 firma. Jo, pse 20 firma? Ta bëjmë me zgjedhje nga populli. Ta zgjedhim me qytetarët në popull. Këtë kërkojmë ne. Prandaj duhen shty zgjedhjet, prandaj duhet ndryshoj kodin zgjedhor, që të mos vjedhen zgjedhjet. Partia Çame e përmendë pak. Sot është në pozitës me zotin Edi Rama, nuk merr pjesë në pozitë, pavarësisht që gjithë deputetët. Ashtu, por ka mbetur pa deputet, se ikën edhe 2 deputet të tjerë të saj. Unë në këtë studio kam thënë që Bilen Gjirat drejtë kam thënë kështu që një djalë nga Çamëria, se mua më kanë ardhur oferta edhe nga pjesa e Partisë Çame, dhe ti duket që një djalë i Çamëri hajde këtë të shtëpia jote. Po mos mund të futesh anë koshero bleto ti Bedo, vetëm atje vetëm arza kisha vetëm për çështje Çame nuk kanë trajtuar ata. Ata thjesht për të shtuar kapitalin, pasuritë, ata kanë humbur kauzën. Ndaj kam dinë te kugjezia te ky djalë, ti te këta njerëz që ka kugjezia atje dhe atje po i trajtojmë shumë mirë gjëra. Do vinë gjërat o ti bjeri Zoti, koha edhe neve, musallarë që punojmë. Bukur që ke vesh për protestë. Jo, do ikin në shtëpi, do të vishen, do vishen me ato pjesën tjetër. Pjesën tjetër. Sepse
vazhdoj... Nuk do shkosh me kullarën, ke hallin e punuseve të Edi Ramës? Jo, absolutisht, do heqim kullaron, kuptimin, do vetëm Shpidovishim, absolutisht. Do vazhdojmë, ato 30 ditë që i tha lideri jon Kreshnik Spaju, do vej në vend ajo. Do përgatitesh për atë? Po, ndoshta 30, mund vej 40, mund vej 20. Kujtim, si e mendon që do shkoj protesta dhe do bësh pjesë këtij programit të Aleancës Kujtësi apo pjesë e një programi më të moderuar? Shiko, Aleanca Kujtësi normalisht ka drejtuesen e vet, edhe unë kam konsiderat për atë djalë. Është djalë i mirë, edhe kur ka punuar në organet juridike të shtetit shqiptar ka treguar integritet. Prandaj unë domethënë e kam nga miqtë e mi më të mirë ato. Ja kemi ndrru bukën njëri tjetrit, themi ne shqiptarët. Kështu që absolutisht në momentin që do ketë një vendimarrje serioze, më të gjerë nga të gjithë drejtuesit e opozitës, që janë deri në këtë moment 24 në tavolinën e Bashës. Nëse do të jetë vendimarrja konstruktive e gjithëve, absolutisht unë do të jem, siç isha atë ditë në bisedime, i pari për ta vazhduar protestën deri në rënien e qeverisë. Nëse do ketë vendimarrje me dyshimet të cilat unë nuk i marr vesh, në mënyrë absolute unë nuk bëhem pjesë, për arsye se njoh institucionin e opozitës. Dhe opozita është institucion i shtetit shqiptar dhe aset i shtetit shqiptar. Kushdo qoftë ajo, sot Partia Demokratike, Partia Konservatore dhe aleatët e vet, nesër Partia Socialiste dhe aleatët e saj. Ju falenderoj që kisha në studio. Falenderoj zoti Tasim, edhe suksese në atë mision që keni nisur. Faleminderit juve. Suksese edhe juve zoti Kujtim. Isha në studio me zotin Kujtim Gjuzi, isha gjatë me të për protestën e sotme të Partisë Demokratike, por edhe procesjet që lidhet me të, me zotin Tasim Mehmetaj, me këtë përfaqësues të komunitetit të mrekullueshëm që janë shqiptarët më të kulluar, por që sot është bashkuar me opozitën dhe më numëroi shumë arsye të vërteta sepse e gjithë Tirana, por edhe ata që vinë nga gjithë anët e Shqipërisë, duhet protestojnë në këtë çështje që neve kemi këtu mbrapa. Është ky bulevard ku në orën 12 do zhvillohet kjo protestë. Unë kam mbajtur fotografi në ngjyrë blu për tërë vitin, ndoshta për ta parë se çdo ndodhet edhe sot. Dua që opozita shqiptare t'i vërë kyçin kësaj kryeministrie. Faleminderit për vëmendje.